është pjesa kryesore me të cilën qëndron besimi. Me të cilën qëndron besimi. Për këtë arsye, na duhet që ta lutim Allahun dhe çështja e rëndësishme është na kur të lutum Allahun për me na shtu imanin. Me lutë Allahun me na forcu zemrat tona në Islam. Çka tha pejgamberi alayhis salatu wasalam? Tha ahris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Tha bën përpjekje për ata që të sjell dobi ty dhe kërkon ndihmë ndaj Allahut. Bën përpjekje në ato që ka sjell dobi ty edhe kërkon ndihmë prej Allahut. Çka na sjell neve dobi më shumë të jetën tonë vllazni? Në jetën tonë më shumë të na sjell dobi imani. Në jetën tonë më shumë të na sjell dobi imani. E besimtari duhet ta lutë Allahun subhanahu wa taala që ta ketë imanin e tij në zemrën e tina. Por derisa besimtari e ka imanin në zemër, atëherë çka do që e godet besimtarin, besimtari është i kënaqur. Ngoni këta 3 pika që do t'i përmeni vllazni. 3 pika kryesore që duhet t'i ketë një besimtar. 3 sene kryesore që duhet t'i ketë një besimtar e ka arrit të jetë i kënaqur në dunja. Cilat janë ata 3 çështje që duhet t'i ketë një besimtar e arrin çështjen, e arrin kënaqësinë e dunjas? E para është imani. Me pat imanin si duhet. E para është imani. E dyta është shëndeti. Edhe e treta është razia në familje. Ngani vëllazër. Pse na këto po e qesum imanin në rend parë? Masa ne po e qesum shëndetin, masa ne po e qesum razin në familje. Pse nuk tham shëndeti? Disa thonë veç shnetën me pas. Shnetën që ta ki mirë, tjera të mirë i ki. Jo, na thojna imanin që ta kem. Se imani është kryesor i vllazni. Nëse e ki imanin, edhe sprovohesh në shnetën tone, na që tash nuk jem të smut. Nuk e dim se çka na godet nesër. Nesër mundemi me osmu me na smuj që na nuk e dim. Nëse na godet neve që ajo smuj, çka bëjmë na? Bëjmë sabër, se e ki imanin në zemrën tonë. E din që ajo çka të ka godit, që ka thonë pejgamberi alayhis salatu wasalam, edhe nëse një therr të hen është pastrim prej gjunave. E din që ajo çka të ka godit, Allah po dan ty me ta afru afër tina. Tjetra, razia në familje. Nuk ka dyshim që razia në familje është lumturi, që e lumturon njeriu në dunja, edhe shëndeti. Amon këta, dyja pa iman zbojnë. Nëse e hupe shnetën, nëse e hupe razin në familje, dikush s'është mirë në familjen e tij, mundet me pas probleme në familjen e tina. Çka ban? Jo kthehet tek imani i tij, në zemrën e tina. E dhe që ajo që Allah s.w.t. e ka sprovu, është hajrë për ta. E çdo sen që ka godet besimtarin, është hajrë për ta. Për që ata theme që kushdo që e ka imanin e tina, e ka arrit lumturin e dunjas, edhe lumturin e ahiretit. Se te kur te ki imanin, edhe nëse smuhesh, edhe nëse ki probleme në familje, e një dinin e Allah, e një fejnë e Allah, e dhe që Allah të ka sprovu në shëndet, e dhe që Allah të ka sprovu në familje, ban sabër. Sa sprovu Ejubi alayhis salam me smujën e tina, dhe as njëherë nuk u dorëzu. E shumë pejgamber tjerë që ju sprovu me sprovat ndryshme, nuk ju dorëzu. E çka i ka majt ata? Ata i ka majt vllazni imani. Imani që e kanë pas në zemrën e tyre. Ajo çka e ban në robin që me pas iman vllazni është dija fetare, ditoria. Te pa dije nuk mundesh me njoft Allahun si duhet. Nëse nuk i dije, nuk mundesh me njoft çka është imani. E besimtari duhet përpjeket që ta kërkon ditorinë e Allahut subhanahu wa taala. Ka thënë pejgamberi alayhis salatu wasalam,
me yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din. Kujt Allahu ja dan të mirën, ja ban me kuptu fen. Pasane ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, men salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu tariqan ila al-janna. Ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, kushdo që e nis rrugën për kërkimin e diturisë, ja lehtëson Allahu atij rrugën për xhenet. Ti vëlla nëse mëson diturin si duhet, e njeh Allahun si duhet, atëherë të shtohet imani tyje. E kur të shtohet ty imani edhe njeh Allahun edhe ruan qit iman deri sot vdesë me vdek me iman, atëherë të hyn në xhenet. E besimtari duhet të ruaj imanin e tina. Vllazni, nuk është problem që na kujdes me apo e këshyrim njerëzit se çka bojnë. I japëm kohë edhe gjojmë kohë shumë për njerëz, gjojmë kohë shumë për punë të kota, e nuk gjojmë kohë me ullë dhe me nguni ders. Besimtari duhet ta ndoj kohën e tina çdo ditë me nguni ders ose me lexu ndaj libër që ja shton imanin atina. Çështja tjetër vllazni që duhet ta kemi parasysh është leximi i Kur'anit. Sa na mirëmi me Kur'anin, sa na e lexojmë Kur'anin. Nëse na e lexojmë Kur'anin vazhdimisht, atëherë imani jonë shtohet. Vllazni, sa po japëm kohë Kur'anit na. Na shkon dita 2-3 ajete prej Kur'anit si lexojmë. E lexojmë vetëm që atë namaz, kur t'vja koha me fal namazin, e lexojmë namaz, edhe i lexojmë bile çata sure që i dim. Kur e ke shfletu Kur'anin për herë të fundit me lexu fjalën e Allahut subhanahu wa taala. E Kur'ani është prej shkaqeve që ty ta shton imanin. Thot Allah subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Thot Allah subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Thot besimtar të vërtet janë ata të cilët e përmendin Allahun dhe zemrat e tyre qetësohen. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Dhe kur t'ju lexohet atëve prej Kur'anit, apo e ndëgjojnë Kur'anin, apo e lexojnë Kur'anin, zadatuhum imana. Jo shtohet atëve imani. A që Allah po na kallzon që ai i cili e lexon Kur'anin, jo shtohet imani i tij. Wa ala Allahi wa ala rabbihim yatawakkalun. E besimtarët janë ata të cilët vetëm Zotit tina ju mbështeten. Pastaj thot Allah subhanahu wa taala, wa idha ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Thot kur t'ju zbret atëmve ndonjë sure, disa prej tyre thonë, kona i shtohet imani. Fa amma alladhina amanu zadatuhum imanan wa hum yastabshirun. Sa u përket atyre të cilët besuan, jo shtohet imani atyne. Wa hum yastabshirun. Edhe ata janë dëgzueshëm për shkak se jo shtohet imani i tyre. Vllazni, imani jon nuk ka dyshim që shtohet me leximin e Kur'anit. Ama që të Kur'an që na e lexojmë, duhet të përqendrohemi që na ta kuptojmë Kur'anin, ta kuptojmë çka ka thënë Allah subhanahu wa taala. Edhe me këto çka ka thënë Allah ta shtim praktikojmë me ato çka ka thënë Allah subhanahu wa taala. Thot Allahu, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubihim aqfaluha. Thot a nuk meditojnë ata në Kur'anin, am ala qulubin aqfaluha,
apo zemrat e tyre janë të mbylluna në dryna. Na duhet me lexu Kur'anin, me meditu Kur'anin. Nëse na nuk e lexojmë Kur'anin, nuk meditojmë Kur'anin, zemrat tona mbyllen. E për me i qelë zemrat tona, e gjithë jeta jone duhet jetë me Kur'anin, me lezu Kur'anin, me mësu përmendsh Kur'anin, edhe me praktiku ato që ka thonë Allah subhanahu wa ta'ala. Mos e pyet veten tonë kur ta mbaraj hatmën e Kur'anit. Merr me lexu Kur'an veç këshyr me kry hatmën sa më shpejt. Ti baj më shumë hatme. Por përqendron ato se çka na mësoi Allah subhanahu wa ta'ala. Me meditu me një ajet kuranor. Çka ndryshoi mu? Që kjo ajet? Edhe me qitë në zbatim këtë ajet, ty e qëtohet imani. Ibn Abbas radiallahu anhu, në ajetin të cilën Allah subhanahu wa taala thot: "Alladhina ataynahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih." Thot ata të cilët u është dhënë libri, Kur'ani, edhe lexojnë Kur'anin, ata janë të cilët kanë iman. Ata janë të cilët kanë iman. Thot ata të cilët e lexojnë Kur'anin, ata kanë iman. Çka thot Ibn Abbas radiallahu anhu? Yetluna haqqa tilawatihi, thot e ndjekin ata me ndjekje që i ta kanë. Ashtu që ka thonë Allah subhanahu wa taala, që ashtu e ndjekin Kur'anin, e nuk e marrin një pjesë prej Kur'anit, edhe një pjesë me lanë. Që kjo na konvenon neve me marr, e që kjo s'na konvenon. Kjo nuk ta shton imanin ty vëlla. E do të me marr Kur'anin edhe me meditu me Kur'anin. Çështja tjetër vllazni që ta shton imanin ty është me lexu nga jeta e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Është me lexu nga Siratun Nabawi. E kur të njëjtë jetën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, se çish ka jetu pejgamberi alayhis salatu wassalam, sprova që i ka përjetu pejgamberi alayhis salatu wassalam prej momentit që i ka zbrit Kur'ani, sprova që i ka përjetu në Mekë. Nuk e kanë lënë rahat pejgamberin alayhis salatu wassalam, e kanë nik me mbyt pejgamberin alayhis salatu wassalam. Edhe në Medinë nuk e kanë lënë rahat sallallahu alaihi wasallam. Ti e shan që pejgamberi alayhis salatu wassalam ka pas iman. Edhe ty kur të merr me njoft historinë, jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shtohet imani. Lenjani vetës një herë njoft, mos pa që i vak një herë njoft, lexoni historinë e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Me lexu historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shtohet imani. Pastaj me i lexu historitë e sahabëve, tabiinëve, sakrifica që i kanë bë ata, ty shtohet imani edhe e gjallëron imanin. Për çështje ran imanin. Për çështjeve më kryesore vllazni, që ty me të shtu imani është me njoft Allahun subhanahu wa ta'ala. Për çështjeve kryesore është me njoft Allahun. Me njoft Allahun, kush është që kjo Zoti jam? Me njoft Allahun me emrat edhe cilësitë e tij. Me njoft Allahun me mëshirën e tij, me fuqinë e tij, me krijimin e tij. Me njoft Allahun xhalla xjalaluhu. Atëherët zemra jote mbushet me dashuri ndaj Allahut subhanahu wa taala, me frikë respekt ndaj Zotit xhalla xjalaluhu, edhe ty të shtohet imani. Dietarët çka kanë thonë, men kana billahi a'raf kana minhu akhwaf. Ka thonë, kushdo që e njen mas mirë ti Allahun, ju tutet mas shumë ti atina. E kur t'ju tutet Allahut, e dan Allah, edhe ju shtohet imani atina. Tjetra e rëndësishme vllazni janë veprat e mira që na duhet i bëjmë vazhdimisht, që imani jon të qëndron, imani jon përveç që kem dije që duhet me praktiku çat vepër. Na e dim që duhet më fal, duhet me praktiku. E dim që duhet me bëj një vepër të mirë, duhet ta bëjmë një vepër të mirë. Çka kanë thënë selefi, el imanu qaulun wa amal
yazid bit ta'ati wa yanqus bil ma'asi. Dietarët kanë thënë, imani është fjalë edhe vepër, ajo që ka e përmendur në fillim, yazid bit ta'a wa yanqus bil ma'asi. Besimtari duhet vazhdimisht bën vepra të mira. Imani shtohet me veprat e mira edhe zvoglohet me gjinaje. E besimtari duhet të ruaj imanin e tina. Duhet të ruaj imanin e tij që të mos ju dobësohet imani tina. Duhet bëj vepra të mira. Pasi që vllazni e kuptuam deri tash se cilat janë ata vepra të cilat na shtojnë imanin. Shkurtimisht që e kuptuam cilat janë ata vepra që na shtojnë imanin, duhet të kemi parasysh vllazni. Edhe anën tjetër se cilat janë ata vepra cilat na dobësojnë imanin tonë. Cilat janë ata vepra që ta dobësojnë imanin tonë, Allah, nga ne vllai i dashur. Vepra që cilat janë ata vepra që ta dobësojnë imanin, nga vllai i dashur. Ai i cili bën përpjekje me ty vazhdimisht. Ai që vazhdimisht bën përpjekje me ty që me ta ul imanin ton, edhe me të largun nga rruga e Zotit, është dikush që na nuk e shohim me sy. Është dikush që na se njohim ata. Edhe se kemi pa ata, ama na janë na ka pa neve. Edhe na një neve. Edhe e din metodën se qish me hin të na, që me na largu prej qiti imanit. Ajo shejtani. Shejtani që vazhdimisht bën përpjekje që ty me të largu prej imanit, prej besimit në Allahun subhanahu wa taala. Shejtani bën përpjekje që ty me të largu, Allah i dashur. Me metodat e tij që i ka, çten ka dalë me bu një gjëna, pret vetëm një moment neglizhence, pret vetëm një moment që ti me lan anash. Hajtë se s'ka gajle, ban që kë gjëna, s'ka gajle, bidat, ban. Teri sot arrin shejtani tyje me ta largu imanin prej zemrës ta. E na duhet me luftu që të armek që e kem. Inna shejtani aduwwun mubin. Me të vërtet shejtani është armiki i përbetun i joni vllazni. Shejtani nuk këshir ty me ta hek pasunin. Shejtani këshir ty me ta hek imanin prej zemrës tonë. Thot Allah subhanahu wa taala, thumma la yatinnahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim. Çka po thot Allahu? Thot shejtani vjen nga mbrapa piteje, vjen përmas, vjen përpara, vjen në anën e djathtë, vjen në anën e majt, në gjitha mënyrat. Sillet shejtani rreth teje. Sillet shejtani rreth teje në gjitha mënyrat i gjan. Vetëm me të prit tyje neglizhencën tonë, që ti me u largu, ti me lan anash një vepër të mirë. E gjan që atë cak shejtani edhe me ta dobësu imanin. E kur ta dobëson imanin, ka dale shyrë me ta ek imanin prej zemrës. Ibn Qayyim al-Jauzi rahimahullah, ndëgjën e vëllazër. Ibn Qayyim al-Jauzi rahimahullah e bjen një shembull shumë të rëndësishëm me shejtanin. E kjo është shembull i më i bukur për imanin. E bjen shembull, thot, një njeri e ka një cop mishi në dorën e tina. Edhe e ka një qenë që po sillet rreth tina. Qeni këshyr mja kop mishin. Sillet qeni, besimtari ka mishin dorë. E pret shejtani teri sa po habitet njeri me fol me dikon, ose po habitet diçka që mja kop mishin prej dorës. E thot Ibn Qayyim al-Jauzi rahimahullah, thot mishi është imani, e ndërsa qeni është shejtani. E pret momentin që ti muhabit,
mas kësaj dunjaje, që ty me ta hek imanin prej zemrës tane. Imani sillet dit e natë rreth teje, në shpinën tonë, sillet imani jashtë shtëpisë tonë, sillet shejtani jashtë shtëpisë tonë, sillet shejtani me shoqëri kur je. Vjen shejtani afër teje edhe në internet kur je, vesh me këshirë tyje, me ta hup imanin tonë që e kinë zemër. E vllazni prej çështjeve tjera që duhet me rujt imanin ton, është që ta përmenum sa ma shumë Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhikri, përmendja Allahut ditë e natë, përmendja Allahut vazhdimisht, është ajo e cila ta shton imanin. Thot Allah subhanahu wa ta'ala, inna ibadi lejse leke alejhim sultan. Thot që shejtani nuk ka për robërit e Allahut po shtet. Robërit e Allahut janë ata cilët e përmenin vazhdimisht Allahun subhanahu wa ta'ala. Robërit e Allahut janë ata vazhdimisht që adhurojnë Allahun, e përmenin Zotin e tyne, edhe kur janë në xhami, edhe kur janë në tregti, e përmenin Allahun subhanahu wa ta'ala. E çka ka thonë Allahu? Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Thot me të vërtet, me të përmendurit të Allahut, qetësohen zemrat e besimtarëve. E rëndësishme tjetër vllazni, që ta ruajmë imanin ton, është shoqëria e keqe. Mos rremi në shoqëri që ta dobëson imanin, mos rremi në shoqëri që të përmend ty, ta përmend dunjan, e nuk ta kujton Allahun subhanahu wa ta'ala. Shoqënia e keqe mundet më kanë shkak jo vetëm me ta dobësu imanin, po mundet më kanë shkak që ty krejt imanin me ta marrë. Nëse është shoqënia e keqe të largon prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Nëse është shoqënia e keqe, shtin në rrugëve të këqija, edhe ti mundesh me met pa iman, Allahu na ruaj. Ajo çka duhet kemi kujdes vllazni, që truhemi në ditët e sodit, që na jem të jetu në këtë zaman, që na e dim shumë mirë, se cila është kryesorja, që neve, po na ban që na ta hupëm kohën tonë, që mos ta dojmë kohën tonë për Allahun, mos ta dojmë kohën tonë për Kur'anin, janë rrjetet sociale. Është telefoni. Nëse telefonin e përdor për hajër, kime pas hajër. Nëse telefonin e përdor për sherr, kime pas sherr. E tash vllazni, fitnet tona që i kem, nuk i kem jashtë shtëpisë. Fitnet tona i kem në shtëpi mrena. Mrena që të qelë telefonin ty, d'vjen në fotografi, d'vjen diçka që ty ta dobëson imanin me njerë. E besimtari duhet me rujt shikimin e tina. E që kjo interneti, që na si ruemi, është njani prej shkaqeve bashkohore, që neve vllazni, na i dobëson imanin ton. E duhet ta ruajmë veten ton, që të kujdesmi, ta përdormi telefonin në hajër. A ka hajër shumë prej telefonit? Allah ka shumë hajër. E qelë telefonin lexon Kur'an. E qelë telefonin e këshyr ndaj mesele të fejes. E mëson diçka prej dinit Allahut. E qelë telefonin e nga ndaj ders. Na këshyrum telefon me kohë pa lidhje sene që na vinë neve. Edhe nuk mendojna që kjo është neglizhenca jone, që e lojmë hapësirë shejtanin me na ndiku neve, edhe me na i hup imanin. Çështja tjetër që duhet kemi kujdes vllazni, është vetja jone. Thot Allah subhanahu wa taala, inna an-nafsa la'ammaratun bis-su. Thot nefsi vazhdimisht e fton njerihun në mëkate. Nefsi
E fton njerin që me bo gjinahe. Njeriu që ashtot është kriju, e ngren gjinahe, po nuk duhet na me i lon hapësirë gjinahit. T'vjen najsen me këshirë për para mos e këshirë. Fol dikush diçka prej gibetit apo ban diçka, mos e ndëgja. Mos e ndëgja çka po fol ai. Për shkak se nuk e dim vllazni që bjen një fjalë e dikujna që ta ul imanin. Bjen një shikem vllazni që na duhet kohë shumë tani me përtri imanin tonë.